Viti 1924 është një nga vitet më dramatike në historinë shqiptare. Vendi është i varfër, i përçar, i goditur nga vrasjet politike, nga mungesa e financave dhe nga lufta e hapur për pushtet midis dy figurave gjigante, Ahmet Zogut dhe Fan Noli. Në këtë atmosferë të rëndë, me krizë financiare, historia e njeh si kriza e Arkës, bëhet shkëndija e revolucionit. Shqipëria sapo kishte dalë nga periudha e luftës së parë botërore dhe krizat e njëpasnjëshme politike. Qeveritë rrëzoheshin shpesh, opozita radikalizohej dhe administrata shtetërore ishte e dobët. Burimet historike tregojnë se vendi ishte i mbushur me intriga politike. Fan Noli dhe Ahmet Zogu u shfaqen se dy pole të kundërta politikës shqiptare. Korrupsioni ishte i përhapur, financat e shtetit ishin në krizë të thellë. Populli i varfër priste ndryshim. Deputetët luftonin për pushtet, jo për reforma. Me këtë kaos, filloi të qarkullonte një akuzë e rëndë. Arka e shtetit ishte bosh. Arkata shtetërore ishte thesari i financave kombëtare, fondi për të cilit paguheshin administrata, ushtria, gjyqësori, investimet publike, borxhe ndërkombëtare. Në fillim të 1924-s, zbulua se shumë pagesa nuk kryheshin, taksat nuk vlidheshin dhe qeveria kishte humbur kontrollin mbi financat. Opozita nisi të akuzonte Zogun për keq administrim fondeve publike dhe pasurim të klikës politike. Në popullu përhap thirrja, arka është bosh, shteti po grabitet. Kjo u bë parulla që ndezi flakën. Po 21 prill 1924, në Vlorë, u vra figura e madhe patriotike, Ahmir Rustemi, deputet i opozitës dhe simboli ndërgjegjesh qytetar. Vrasja shkaktoi shpërthim të menjëhershëm zemërim. Në varimin e tij në Tiranë, morën pjesë mbi 30.000 vetë. Turmat brorisnin, poshtë korrupsioni, poshtë qeveria e Zogut, drejtësi për avniu. Dhe thirrja më e fortë, arka është bosh, populli po vdes. Burimet e asaj kohe tregojnë se kjo vrasje ishte katalizator i kryemëritjes. Pas funeralit, protesta shpërthyen në të gjithë vendin. Komitetet opozitare u organizuan, ndërsa situata rëndohej. Nga rënja ekonomike, pa aftësia për të paguar në punës, shpërndarja e parlamentit, rritja e dhunës politike, akuzat për shpërdorim të arkës së shtetit. Fan Noli e quajti këtë periudhë kriza morale dhe financiare e shtetit. Në maj 1924, bandat armatosura, komitete revolucionare dhe mbështetës të Noli nisën marshimin drejt Tiranës nga jugu në veri. Forcat e opozitës hyn në kryeqytet më 10 qershor 1924. Qeveria e Zogut u shpërbë në pak orë. Ahmet Zogu detyrua të ratisej në Jugosllavi. Pushteti kaloi në duart e Fan Nolit, i cili ngriti qeverinë e tij, të njohur si Qeveria Demokratike, e qershorit 1924. Kjo ishte qeveria më idealiste asaj epoke, e ngritur mbi thirrjen, drejtësi, reformë për parim. Por realiteti brenda shtetit ishte shumë i vështirë. Sipas studimeve të kohëve të fundit, qeveria e Nolit kishte disa probleme thelbësore. Ishte ngritur përmes një grushti shtetit, nuk ishte votuar në parlament, sepse parlamenti u shpërnda. Nuk ishte dekretuar nga Këshilli i Lartë. Prandaj konsiderohej de jure e palishme. Megjithatë, Noli nisi një seri reformash, të thella, reforma tatimore, reforma administrative, luftë kundër korrupsionit, modernizimi i shtetit, projekt për tokën dhe arsimin,
largim të figurave reakcionare nga pushteti. Por qeveria nuk pati kohë, fonde dhe mbështetje ndërkombëtare. Perëndimi nuk e njohur, Jugosllavia nuk e mbështeti, Italia e kundërshtoi, dhe zogu e priste momentin. Në dhjetor, vetëm 6 muaj pas ardhes në pushtet, zogu u kthye nga Jugoslavia, duke u tërhequr një ushtri të organizuar, më 24 dhjetor 1924. Noli u detyrua të largohej nga vendi. Zogu mori sërish pushtetin. Kjo shënoi fundin e epokës së Nolit dhe fillimin e konsolidimit të zogut, që do të çonte në shpalljen e mbretërisë shqiptare në vitin 1928. Kriza Arkatës nuk ishte thjesht mungesë parash, ishte krizë financiare, politike, krizë moraliteti, krizë besimi, krizë vetë themelimeve të shtetit shqiptar. Ajo u përdor si thirrje, si flamur revoltash, si simbol i dëshirës për ndryshim. Në të vërtetë, kriza Arkatës ishte kriza e vetë Shqipërisë sa asaj kohe. Viti 1924 vetë një nga periudat më të fuqishme simbolike në historisë shqiptare. Idealizmi Fanolit, realpolitika e Ahmet Zogut, zhgënjimi i popullit, kriza financiare, vrasja e Avni Rustemit, revolucioni i qershorit, rikthimi i Zogut. E gjithë kjo filloi me një thirrje të thjeshtë, Arka është bosh. Por ishte shumë më tepër se kaq. Ishte betejë e parë e madhe në historinë e shtetit të ri shqiptar, midis dy vizioneve të ndryshme për Shqipërinë.